Ja. thrasin ku vendin e veriut, duke pas parasysh që edhe kapacitetet tona si herë e parë nuk kanë qenë mjaftueshme për thirrje një kuvend marrë kombëtar ose një kuvend veçantë. Megjithatë, duhet të përgjigjem skeptikëve për të cilët kanë thënë që ndoshta kjo është përçarës. Ne kemi njerëz sot kanë ardhur nga Maqedonia, kanë ardhur nga Kosova, kanë ardhur nga Presheva, kanë ardhur nga Fieri, kanë ardhur nga Durrësi, vjen dikush nga Amerika që rrin në Amerikë, nga Durrësi ta sot më na përshëndet, kanë ardhur nga gjitha trevat e Shqipërisë. Dhe besoj se kjo tregon edhe rëndësinë, edhe seriozitetin e kuvendit. Njerëzit nuk kanë pa kuvend akoma, po kanë pa thirrjen serioze për kuvend, edhe kanë pa edhe nevojën për një kuvend, nevojën për një organizim që shqiptarët të mos rrinë më të nështruar, por shqiptarët të jenë të gatshëm që i dalin zot vetes edhe për te politikës. Nëse politika nuk e përfaqëson interesin e kombëtar, nuk e përfaqëson interesin e shqiptarëve, nëse ka një shpopullim, nëse ka një diskriminim në politikat ekonomike, në politikat qeveritare, atëherë njerëzit shqiptarë do të mlidhen edhe në një moment duhet i themi atyre mjaft, kemi duruar boll, edhe duhet të shohim përtej interesave tona edhe interesin kombëtar. Unë jam Gjens Pashuku, kam marrë nga Londra, apostafat për këtë kuvendin e veriut, sepse menduam sepse shqiptarët
në përgjithësi kanë një teori ose një formulë të gabuar, nuk ngrihen, nuk lëvizin edhe kanë një shprehje që më duket, them drejtën, paqen ekstremist deri diku edhe të urryshme. Pse nuk ngrihesh? Për bukën e gojës, për bukën e gojës. Shqiptarët nuk janë njerëzit që vend bukën e gojës mbi gjithçka. Shqiptarët duhet vend dinjitetin, integritetin edhe moralin mbi gjitha. Pra ne nuk do të tremi nga presioni i politikës me bukën e gojës. Edhe pa bukë, edhe pa ushqim, edhe pa kushte optimale dhe kushte moderne, ne do t'i dalim zot vetës në radhë parë, edhe duke i dalë zot vetës, i dalim zot edhe vendit. Faleminderit. Trojë shqiptarëve në diasporë. Sot ekipi i televizionit diasporës, Studio Diaspora, vjen në Rëshan Çimërlikës, me qëllim për të pasqyruar kuvendin e veriut. Një kuvend që me punimet e saj të dalin pa shumë realitete nëpërmes njerëzve që kanë marrë përsi për të prezantuar. Por këtu në sheshin kryesor të Rëshanit kemi vëllaun ton nga Çamria që ne po ja marrim fjalët e zemrës. Ju lutem si quheni? Staj zyrë, nga qyteti i Firit. Unë nuk jam nga treva Çamërisë, jam nga treva e Vlorës, por ne kemi 25 që mirë me çështjen kombëtare, edhe slogani jonë është paguëson dhe Çamërinë një ka Shqipëri. Dhe sot ne jemi në Rëshen, në kuvendin e burrave të veriut, në atë gjithë trevat shqiptare sot, bëhet një kuvend për në halë dhe në këtë drejtëse që kombi shqiptar për 35 vjetë po shkollojnë. Që sot jam mbledh të gjithë nga Luginë e Preshevës, nga Maqedonia, nga Dardania, nga Manizi, nga Çamëria, nga Shqipëria londineze, e gjithë këtë organizim, falenderojmë të gjithë pjesën e diasporës që e organizohen sot në Mirëvit, dhe ne do të nxjerrim disa pika kundra politikës tonë tradhtare shqiptare. Dhe është e thënë që në vitet 90 ikëm nga një sistem diktature dhe kemi ardhur në një sistem tradhtie. Populli jonë shqiptar duhet të bashkohet në të gjithë trevat, jo në kuvendin e Mirëvitës sot, që sot është mbushur komplet Rësheni, por do të bëhen shumë kuvende që të vihet pika të bihi për çështjen kombëtare, që mos të largohen 2.4 milion shqiptarë nga Shqipëria edhe të vijnë Bangladesh ashtu. Falenderojmë vëllezërit nga Gjermania, nga Londra, të gjithë shqiptarët që janë në diasporë duhet të bëjnë Shqipërinë etnike, se shqiptarët që janë në Shqipërinë londineze kanë ngelur vetëm pensionistat dhe invalidët. Këtu politika bën punën edhe serbit, të grekut, të turkut, dhe këtu shërbimet e huaja e anullut kanë kryq, dhe Shqipëria po shitet pjesë. Ne nuk do ta pranojmë dhe nuk do ta lejojmë këtë kauzë tradhtare për 35 vjet. Ju falem. Unë jam Arian Basha, bashku me Imam Tim Shkupi, dhe me televizës Botës Shqiptare. Edhe na kena një krenari shumë të madhe që ka filluar populli në zhurmë, edhe me tregu të vërtetën se na jena bitë gjetë patriotit, edhe na ditës do të bashkohemi, edhe na nuk kena kompromis, kibla jonë është Shqipëria, kaq më shumë s'kisha. A mendoni se është diskriminuar veriu i Shqipërisë? Është diskriminuar, normal, se veriu është pak infrastruktura ka me pak më mbrapa, është e vërtetë, shumë në rëndësi është një mujt pak një buxhet veçantë në vitin e ardhshëm të qeveria, se veriu i Shqipërisë ka rol edhe rëndësi të madhe për turizëm, edhe për blegtori, kështu që është shumë e nevojshme të dashme investojë veriu. Është domosdoshmë ky organizimi dhe do të jetë afatgjatë ndonjë? Gjithmonë është i domosdoshëm, gjithmonë është i marrë së ardhur edhe duhet të jetë afatgjatë. Edhe në traditë. Arian Basha. Okej, faleminderit. Do flasësh? Jo, shëndetësore kam të keqe, por jam shumë i lumtur. Duhet të them që ku ka kuvende, ka zhvillim bashkëkombëtar. Ne, shqiptarët, kemi një shekull ju shkërbon. Tani është shekulli jonë. 2021 është joni. Për të bashkuar, për të vajtur e drejtë e shqiptarisë në vend. Por kjo nuk vete duke u fërkuar shantazheve qeveritare apo qarqeve të huaja, kjo bëhet me patriotizëm. Nëse s'ka gen patriotik, një kom vdes. Unë jam shumë i lumtur që ndodhem këtu sot, në Mirëvit, për këtë vend, si që thash, verior, dhe si këngëtar i trevës Çamërisë, unë për mos folur e për mos ligjëruar shumë që e kam në profesionin tim,
dua të sjell këtu para televizioneve, para jush, një poezi që e kam bërë në kohën kur unë do ndroja jetë. Para se të fillojnë poezinë, a pajtoheni me ne se misia ka qenë e përjetshme dhe do të jetë ju i ri. I madhi, Gjevajis për ju thotë shumë. Trungu mam i kanë Kosova është motra e madhe, dhe Qambria është motra e vogël. Po motra e madhe i vajti drejtësia në vend e mori pavarësi shumë shpejt do i bashkohet Shqipërisë, se është epoka jo, po ajo. Ndërsa